Edhe një studim i fundit edhe për anti-aging. Po, sigurisht. Edhe kolagjenin timon shumë. Megjithatë edhe unë edhe për pjesën siç edhe për pjesën e terapisë vëndësuese hormonale dhe për pjesën e suplimenteve i këshilloj të gjitha patjetër që e para të bëjnë një dozazh dhe një matje të nivelit të tyre në trup dhe më pas dhe të këshillojnë patjetër me një mjek, sepse edhe gjithë ideja e gjithë vitit me suplimente mbase do dhe ajo organizuar, do një lloj organizimi. Sigurisht, po duke, do me thënë, sa më e lartë jetë kërkesa, aq më e lartë do jetë edhe kostoja, sigurisht, se po ta bësh sa më perfekte këtë që po flasim, normalisht kostoja rritet. Sepse në qoftë se do ti mund shkosh me një klasë pilates, po në qoftë se do ti mund paguash edhe një trajnere personale për pilates. Kështu që ti mund bësh analiza një herë në vit, po mund t'i bësh dhe herë në 3 muaj. Pra varet sa e ke ti buxhetin. Sa më të mirë ta kesh buxhetin, aq më mirë mund ta trajtosh veten, sigurisht. Megjithëse unë them që edhe kushdo që vendos të jetojë shëndetshëm edhe me një, të themi me buxhet apo me një kosto normale i gjen mënyrat e tij, i gjen mënyrat se varet sa prioritet i jep. Sepse edhe ajo ecja që the nga liçeni apo stretching që mund ta bësh edhe vetëm duke parë video apo duke u mësuar, të gjitha këto të çojnë atë që ne e quajmë mirëmbajtje. Tani ne jemi zyrtarisht në pranverë dhe koha u ngro më në fund dhe të gjithë mbase kujtohen pak për këtë mirëmbajtje. Por dhe të fillosh aktivitetin fizik kështu nga zero, ka dhe ajo vështirësitë e veta. A mund të japim disa këshilla për të gjithë ata që po fillojnë të bëjnë aktivitet fizik? Si që thash edhe në fillim, do me thonë, më e mira dhe opcioni më i mirë është që të fillojnë me një aktivitet kardiovaskular, pra që të kujdesen për mirëmbajtjen e frymëmarrjes, sepse si që dim, duke kaluar në atë moshë, në moshën e menopauzës, është pak e vështirë edhe pjesa e frymëmarrjes, sepse në qoftë se e le veten pas dore, normalisht edhe trupi të le ty pas dore. Do me thënë, në momenti që ti i le aktivitetin që se ke bërë më përpara, të dyfishohet risku dhe bësh ti akoma me i lodhur në përditshmërinë tënde, nuk merr frymë mirë, mund të shtosh peshën shumë kollaj, sepse trupi jot është mësuar me një mirëmbajtje dhe një aktivitet shumë të mirë. Momenti që ti e fillo nga fillimi, do një farë kohe që trupi ta marrë veten dhe shumë mirë mund të shkoj edhe aty ku ishte. Ndoshta jo para 10 viteve, po mund të kesh një trup shumë të mirë në moshën që të... Po nëse ja drejtojmë të gjithë popullatës, në base të gjithë duan, tani është pranverë dhe duan të fillojnë një aktivitet fizik, çfarë duhet të kenë parasysh? Le të flasim, le të kapemi pak me pjesën për personat mesatarë, siç e the edhe ti që ndoshta s'kan mundësi, mund të kalojnë 3 herë në javë nga liçeni dhe mund të bëjnë pjesën siç e folëm me ecje 1 me 1, mund ndalojnë diku ku kanë hapësirë dhe mund bëjnë dhe 30 minuta ose 20 minuta të tjera ushtrime vetëm me peshën e trupit, i duhet vetëm një tapet ose një batani ose diçka që mos bëhen pis dhe mund ta kryejnë atë. Sigurisht çelësi i një fiziku të mirë si nga jashtë dhe si nga brenda, do me thënë, është që të ushqemi mirë, kështu që duhet kujdesemi sepse 1 orë, ndoshta 30 minuta, 1 orë, ne nuk na del për të pasur pra më të mirën tonë, duhet gjatë gjithë ditës, duhet kemi një gjumë të plot dhe një stres shumë të menaxhueshëm. Të përpiqemi të menaxhojmë stresin pra dhe... sepse po u rrit kortizoli, sado që duket e lehtë në të thënë, pastaj në praktik është e vështirë që të jepen dhe formula, por në fakt të gjithë të ftuarit e përsërisin që çelësi është gjetja e një balance. Sepse duhet ta menaxhojmë, sepse nëse stresi akumulohet shumë në trupin ton, prishen hormonet. Nëse prishen hormonet, do na prishet metabolizmi dhe kalojmë direkt në shkatrim.